Zoti Islami, të rikthehemi sërish te Kosova, por konkretisht tek ajo që po ndodh në Hagë, teksa prokuroria ka kërkuar atje 45 vite burg për secilin prej ish-krerëve të UÇK-s, Hashim Thaçin, Jakub Krasniqin, Kadri Veselin dhe Recep Selimin. Ju si e keni parë këtë lëvizje të prokurorisë në këtë rast, nisur edhe nga deklarata juaja që ka bërë shumë bujë se Hashim Thaçi ka pak 45 vite? Dëgjoj, ta sqaroj edhe tek media jote këtë thënie time. Kam thënë kështu, në qoftë se partia e Hashim Thaçit ka kryer veprime, ka kryer vrasje të kundërshtarëve të tij politik që është LDK-ja në Kosovë. Patjetër që duhet të dënohet edhe duhet të marrë maksimale. Në qoftë se nuk ka kryer veprime vllavrasje, domethënë në Kosovë, siç bën komunistët shqiptarë në 43-44. Në qoftë se ka luftuar vetëm kundër serbëve, Hashim Thaçi duhet të dalë urgjentisht nga burgu dhe të shkojnë në Kosovë dhe të shkojmë të tërë dhe t'i urojmë mirëseardhje. Ky është qëndrimi im me Hashim Thaçin dhe me luftëtarët e Kosovës, sepse është keq interpretuar dhe është keq përdorur deklarata ime dhe nga shqipfolës që flasin këtu dhe në ndonjë media private dhe më akuzuan mua sikur isha kundër luftës, kundër UÇK-s dhe kundër luftës. Nuk është e vërtetë zotëri. Unë jam ai që kam bërë bashkë me 15-20 veta organizuam dhe realizuam protestën e parë të marsit të 1998-s. Fill mbas vrasjes së Adem Jasharit ne organizuam protestë në qendër të Atinës përpara ambasadës së ish Jugosllavisë. E të tjera që s'ka nevojë që t'i them këtu se i keni në media, i keni parë. Pra, Hashim Thaçi zotëri dhe të tre të tjerët do presim si ai dhe ne do presim verdiktin e gjykatës. Aktualisht ai prezumohet i pafajshëm, ai dhe katër të tjerë. Katër udhëheqësit e Partisë Demokratike të Kosovës, jo të UÇK-s. Partisë Demokratike të Kosovës, sepse UÇK ka pasur shumë udhëheqës, s'ka pasur vetëm këta. Zoti Islami, nga burojnë, po, nga burojnë këto... Do presim verdiktin e gjykatës. Derisa është një gjykatë e pranuar dhe nga shteti kosovar dhe nga qeveria kosovare, do presim verdiktin e gjykatës. Të lëm komentet se janë të panevojshme tani. Ndoshta prokurorët veprojnë me nxitje nga qarqet serbo-ruse, që nuk përjashtohet kjo mundësi. Po, pikërisht për këtë pjesë doja ty pyesja, sepse mbrojtja e ish-krerëve të UÇK-s po themi i ka demantuar ose i ka hedhur poshtë në mënyrë të atill aq profesionale akuzat e prokurorisë dhe janë cilësuar si krejt amatoreske mënyra se si prokuroria, të paktën ato çfarë pam në ditët e fundit, kishte ndërtuar ndaj ish-krerëve të UÇK-s. Dhe në këtë rast ngaburojnë të tilla akuzat teksa shumë dëshmitar, zyrtar caktuar kanë thënë që informacionet kryesore që kanë marrë mbi ato që po ndodhen në terren kanë qenë nga Ministria e Brendshme e Serbisë. Nuk e përjashtoj këtë dhe fakti që prokuroria po sillet në mënyrë diletante me akuzat që ka ngritur dhe me pretencën që ka, siç thoni ju se unë nuk e kam lexuar akuzën e prokurorëve të Hagës, nuk e kam lexuar. Pa lexuar nuk kam si t'jap mendim, por shpresoj që ata të mos kenë të tilla fakte dhe dokumenta që krerët e këta të katër të kenë bërë krime në popullsinë e Kosovës. Kërkoj një gjë nga ju si gazetar dhe duhet të bëni të pamundur ta siguroni. Do më sillni në intervistë një cilindo nga udhëheqjet e Partisë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të Lidhjes Demokratike. Sepse gjatë gjithë kohës këtu është thënë që është luftuar Lidhja Demokratike nga Partia Demokratike, është bërë luftë vllavrasje, ja thënë gjithë ato gjëra që në Kosovë s'janë thënë, ose mund të jenë thënë janë mbuluar, nuk e di se kanë ndjekur kushtimin kosovar, por e thua se s'bën një person
një politikan të Lidhjes Demokratike të Kosovës të vijë edhe poshtë të miratoj këto që themi neve. Unë dua transparencë në këtë pikë. Nuk kam asgjë personale, as me Thaçin, as me ata tjerët. Përkundrazi, respekt kam për Recep Selimin, një djalë shumë trim dhe shumë burror dhe shumë i saktë. Njëra i shumë i saktë. Unë nuk kam parë djalë dhe trim si ai që të flasë ashtu ai saktë, aq seriozisht dhe aq i prerë në ato që thotë, se kam ndjekur në disa intervista. Dhe nuk dua që ai të përfundoj në burg, nuk e dua atë gjë, nuk ma thot zemra që ai të jetë në burg. As këta të tjerët. Thaçi, zotri, këtu ajo Lidhja Demokratike ka thënë edhe Partia Demokratike e Shqipërisë dhe Shtypi Shqiptar ka thënë që Hashim Thaçi gjatë luftës të rinte në vilën 31 të Enver Hoxhës dhe ta përgjinjëstrojnë. Dhe ta përgjinjëstrojnë, por kam një pretendim që nuk ja fali Hashim Thaçi. Një pretendim e kam, unë do ta them. Madalino Albright, zotëri, në 99, në mars të 99, bërtiste dhe ullëriste kusht Hashim Thaçi se duhet të vijë të firmosi dokumentin për në Rambuje. Dhe Hashim Thaçi 15 ditë nuk u duk gjikundi. Hashim Thaçi dhe Partia Demokratike të Kosovës të na japin përgjigje për këtë. Se ky është fakt historik, nuk e them unë. Të na japin përgjigje pse nuk vate. Pse i dha mundësi Miloševićit që të armatosej dhe të fuste tanket në skallë të gjerë në Kosovë dhe që të masakronte popullin e Kosovës. Kjo nuk është gjë e vogël. Kjo se do akuzoja Hashim Thaçi vetëm për këtë do të akuzoja unë, pra asgjë tjetër. Vetëm për këtë që nuk vajti kur e kërkonte faktori amerikan, që amerikanët e ngritën të gjitha të luftë, e mbështetën nga ajri me të gjitha mjetet, natyrisht që i gjakun e dhanë djemtë e Kosovës, ata që sakrifikuan në rinin e tyre, jetën e tyre, lanë qefin e tyre, mirëqenin e tyre në Amerikë, në Gjermani, në Serbi, në drejt në Zvicër, e kudo, dhe vajten dhe luftua dhe derdhe gjakun dhe anë jetën atje. Atyre duhet të falemi të tërë, të bjem një gjunjë. Atyre, që dhe anë jetën. Zoti Islami. Të lutem. Por Hashim Thaçi dhe Partia Demokratike e Kosovës duhet të japin llogari pse vajten me 15 ditë vonesë për firmosin e Rambujes. Këtë se fal kurrë. Dhe thonë çfarë të duan. Sepse kam ndjekur, ishim në Greqi, kemi ndjekur esejaket e zonjës Albright, të ndjerës Albright, i ndërë shpirti aty ku është, sepse ajo për Kosovën ka bërë të pamundur dhe është e pa justifikuar mungesa e Hashim Thaçi në atë marrëveshjen e Rambujes. Ndërsa se ka marrë pjesë në luftë, apo se s'ka marrë pjesë në luftë me armë në dorë, unë kam pikë pyetje të mëdha dhe ta përjetojnë vetë kosovarët. Zoti Islami, si e konsideroni reagimin e Edi Ramës në raport me atë që po ndodh në Hag me gjykatën speciale, teksa ai ka qenë një nga insistuesit kryesor që i kërkonte Thaçit që ta miratonte në kuvend ngritjen e kësaj gjykate, ndërkohë nga ana tjetër Albin Kurti thoshte që mos e miratoni sepse ju keni për të përfunduar vetë aty, dhe ndërkohë përgjatë kësaj periudhe Edi Rama ndërtoi Ballkanin e hapur, kishte vizitat e tij me Vučićin, afërsinë e tij me Vučićin. Çfarë është ky standard i dyfisht me Edi Ramën? Jo, Edi Rama nuk ka standard të dyfisht. E keni gabim, një standard ka. Është vëlla me Vučićin. E keni parë si e përqapon dhe si e put Vučićin dhe i kthen kurrizin Albin Kurtit, ky bastard që quhet kryeministri i Shqipërisë, a e keni parë? A e keni parë atë vjershën, atë poezi, një poezi të vogël që thot nëna kosovare më ke prur në shtëpi vrasjen e djalit? Ja thot Edi Rama, zotri. Ja thot Edi Ramës, nuk i thot mua. E pra Edi Rama është Vučić, nuk është Edi Rama. Edi Rama është sërb, është qifut, është drejt me të biri, vetëm shqiptar nuk është. Zoti Islami, më 17 shkurt do të mbahet protest në Kosovë, ku përkoll një herësh edhe me përvjetorin e pavarësisë së Kosovës, por protesta vjen në mbrojtje të ish-krerëve të UÇK-s dhe në thirrje për lirimin e tyre. Ju si e shikoni këtë protestë, sa efekt do të ketë ajo në raport me atë që po ndodh në Hag?
nuk e di. 17 shkurtisht shpallja e pavarësisë Kosovës, që është njohur në 100 shtete deri tani, dhe unë jam i gëzuar dhe i kënaqur për këtë punë, ndërsa lidhur me vendimin e drejtësisë e gjykatës Hagës, unë si avokat, si jurist, pres verdiktin e gjykatës. Protesta që do bëjnë në Kosovë nuk mund ta gjynjëzoj dhe ta urdhëroj gjykatën, se ndryshe pastaj do kishte më gjykatës, do kishte më drejtësi, do përfitonte dhe bënte të drejtën, do ishte drejtësia që është më i forti. Pra nuk kemi në këto kushte dhe Evropa nuk funksionon kështu dhe gjykata e Hagës nuk funksionon kështu. Ata dhe të protestojnë, të dalin, të festojnë për vjetorin e pavarësisë, të akzojnë për sheku i pavarësinë, të bashkojnë urgjentisht me shtetin shqiptar, me kombin e tërë, të heqin atë paçaure që kanë flamur dhe të bënë flamurin kombëtar shqiptar, ta heqin atë, ta qërojnë atë pislok që mbajnë në për zyra, se s'është flamur shqiptar ai është flamur serbo-grek, ato ngjyra ka. Këtë kërkoju nga faktori politik në Kosovë. Zoti Islami, unë ju falenderoj për gjitha mendimet dhe analizën këtu në Agora News. Edhe unë ju falenderoj për ftesën, ndoshta nuk i kënaq ato nuk ju kënaq me përgjigjet që jap dhe me qëndrimin që mbaj, po unë kështu jam, ky jam. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.